u miratue në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian damkosi në mënyrë të qartë si kristali regjimin e Edi Rams si një regjim që nuk respekton shtetin ligjor, si një regjim që shkelmon të drejtat themelore, të drejtën e informimit, lirinë e shprehjes dhe të drejtën e pronës. Në raport damkoset regjimi i Edi Rams si një regjim në të cilin ndërhyet politikisht fuqishëm në sistemin e drejtësisë, u shpreh shqetësim i madh për stokun e madh të dosjeve, çka nënkupton mungesë procesi të drejtë ligjor për qytetarët shqiptar. Ky raport denoncoi me qartësinë më të madhe farsën